Përshëndetje të gjithëve, me që jemi ende në atmosferë festive, sot të ndaj me ju një nga recetat më të dashura për vitin e ri. Është gjelteti me përshesh, kam filmuar gjithçka, që nga kulaçi i ngrohtë deri tek pjekja e gjelit. Në tas kam 1 kilograme miell, gjithmonë unë miellit i shtoj edhe një gotë me miell misri, i shtojmë krip, sot buke, dhe në fund fare ujë derisa të na formohet një brum i butë, siç bëjmë zakonisht me kulaçin. E vendosim në një tavë të lyer me vaj, duke i bërë disa brima lart që kulaçi mos u fryhet shumë. E pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Sigurisht që kulaçin për përshesh, unë e përgatis një natë para që të ftohet plotësisht. Dhe ja si duket kulaçi. E kemi gati. Filloj me përgatitjen e gjelit. Në një pjatë shtojmë përbërësit e marinimit. Do t'i shtoj pak vaj ulliri, një lugë mustardë. Duhet mustarda pasi e zbut shumë gjelin. 2-3 lugë të gjellës me gjalpi patjetër që duhet në temperaturë ambienti, 1 lugë të çajit me krip, pak piper të zi, mix erzash, i bëjmë një përzierje të mirë dhe në fund fare do marrim lëkurën e një limoni. Sërish e përzijmë. Dhe me kremin e përgatitur do lyejmë gjelin nga të gjitha anët. E lyejmë dhe nga pjesa e brendshme. Do marrim pak nga marinimi dhe do e fusim në të lëkurës e gjelit. Shtojmë 1 filxhan të çajit me ujë, shumë pak vaj ulliri. Do ta pjek me kapak për 4-5 orë. Gjithmonë pjekja varet nga madhësia e gjelit. Sa kilogram të jetë gjeli, aq edhe orë piqet në furrë. Dhe ja si duket gjeli i pjekur. E kemi gati gjelin, përgatisim përsheshin, grimiqe mesatare, të brendshmet e gjelit ose plënca pule marrun zakonisht, marr diku tek gjysmë kilogrami me plënca pule, pasi përsheshi del edhe më i shishëm. I vendosim në një tenxhere, i bëjmë një kaurdisje qepës, duke i shtuar pak vaj ulliri. I presim edhe plëncat e pulës, i kemi gati, pasi qepa është kaurdisur, shtojmë plëncat e pulës, i skuqim mirë dhe më pas do t'i mbuloj me ujë, do t'i zjejmë derisa plëncat të zbuten. Në fund fare unë e rregulloj me krip, do t'i shtoj bollshëm në energjik, do t'i shtoj edhe në energjik të freskët, por edhe të thatë për më shumë shije. I shkon shumë përsheshit në energjiku. Edhe lëngun për përgatitjen e përsheshit e kemi gati. Në yntyrnën e gjelit do kaurdisim kulaçin e coptuar. E përzij mirë.
Dhe më pas gradualisht do I shtojmë nga lëngu I përgatitur me qep dhe plëncat e pulës. Shtojmë edhe lëngun. Shtohet gradualisht për të parë sasinë e duhur të lëngut, që përsheshi mos na dalin as I fort, por dhe jo I ngjitshëm. Vazhdojmë të shtojmë derisa të jetë gati. Shpresoj shumë që ju ka pëlqyer kjo recetë festive. Nëse e provoni, më shkruani dhe komentoni si doli. Ju uroj një vit të mbar dhe me dëshira të realizuara.